Zonja dhe zotërin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Irani dhe Shtetet e Bashkuara kanë shkëmbyer sulme të reja ushtarake, duke rritur ndjeshëm tensionet në gjirin Persik. Teherani njoftoi mbylljen e ngushticës strategjike të Hormuzit, ndërsa Washingtoni këmbgul se rruga detare mbetet e hapur. Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara kanë hyrë në një fazë të re për shkallëzimi, pasi të dyja palët kanë njoftuar për sulme ushtarake ndaj njëra tjetrës. Garda Revolucionare Islamike e Iranit deklaroi se ka nisur sulme kundër forcave amerikane, duke I cilësuar ato si përgjigje ndaj, sipas saj, agresionit të ushtrisë amerikane. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane, e njohur si CENTCOM, bëri të ditur se forcat amerikane goditën 10 objektiva ushtarake në disa zona të Iranit. Sipas Pentagonit, një shënjesër ishin sistemet e mbrojtjes ajrore, radarët bregdetar, kapacitetet raketore dhe të dronëve, si dhe mjetet të vogla detare. Për operacionin u përdorën avion luftarak, anije të marinës, dron sulmues ajror dhe mjete detare pa pilot. Ndërkohë, mediat iraniane raportuan për shpërthime dhe sulme me raketa pranë qyteteve portuale si Rik dhe Bandar Abbas, ku ndodhen baza të rëndësishme ushtarake pranë ngushticës së Hormuzit, si edhe në ishullin Keshëm. Teherani deklaroi se ka mbyllur sërish ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Megjithatë, autoritetet amerikane këmbgulin se rruga detare vazhdon të jetë e hapur dhe nën monitorim. Ministria e Jashtme e Iranit dënoi sulmet amerikane, duke I cilësuar ato si agresion të paprovokuar, ndërsa situata mbetet tepër e tensionuar. Komuniteti ndërkombëtar po ndjek me shqetësim zhvillimet, nga frika se përplasja mes dy vendeve mund të zgjerohet në një konflikt me pasoja për të gjithë rajonin e lindjes së mesme dhe tregjet globale të energjisë. Një shkëmbim zjarri në një festival të mbushur me mijëra njerëz në Toronto la 2 persona të vdekur dhe 6 të plagosur. Policia e përshkroi ngjarjen si një akt të guximshëm dhe të neveritshëm, ndërsa vijon hetimi për identifikimin e autorëve. Një festival latin në zemër të Toronto u kthye në skem paniku dhe dhune, pasi të shtënat me armë lanë 2 persona të vdekur dhe disa të tjerë të plagosur. Ngjarja ndodhi gjatë festivalit vjetor Salsa on St. Clair, një aktivitet që kishte mbledhur rreth 13.000 persona në zonën e Midtown Toronto. Policia fillimisht njoftoi për një incident me një person aktiv të armatosur, por më vonë sqaroi se bëhej fjalë për një shkëmbim zjarri mes disa individëve. Zëvendës shefi I policisë së Torontos, Frank Barredo, e dënoi ashpër ngjarjen, duke e cilësuar atë si një veprim të guximshëm dhe të neveritshëm, për shkak të rrezikut që u shkaktua mijëra qytetarëve të pranishëm. Sipas policisë, 2 viktimat u shpallën të vdekura në vendngjarje, ndërsa efektivët gjetën edhe 6 persona të tjerë me plagë nga armët e zjarrit. Gjendja e tyre shëndetësore nuk është bërë menjëherë publike. Ky duket që ke qenë një shkëmbim zjarri mes individëve që synonin njëri tjetrin, por në mënyrë të pakujdesshme vunë në rrezik një numër të madh njerëzish, tha Barredo. Ai shtoi se hetuesit po përpiqen të rindërtojnë dinamikën e ngjarjes, pasi skena ishte kaotike për shkak të numrit të madh të pjesëmarrësve. Kryeministri kanadez Mark Carney reagoi duke thënë se ishte I tmerruar nga sulmi dhe deklaroi mbështetjen e plotë për policinë në përpjekjet për arrestimin e personave përgjegjës. Hetimi vijon, ndërsa autoritetet po kërkojnë dëshmitar dhe prova për të zbardhur motivin dhe personat e përfshirë në këtë ngjarje të rëndë. Të paktën 27 persona humbën jetën dhe 63 të tjerë u plagosën nga një zjarr I fuqishëm që shpërtheu në një pub në Bangkok të Tajlandës. Sipas autoriteteve, tymi mbushi lokalin brenda pak qastesh, ndërsa mungesa e daljeve emergjente e ktheu vendin në një kurth vdekjeje. Një zjarr shkatërrues në një lokal natë në kryeqytetin e Tajlandës ka marrë jetën e të paktën 27 personave, ndërsa 63 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Tragjedia ndodhi në orët e parë të mëngjesit në një pub në distriktin Chatuchak të Bangkokut, një prej zonave më të frekuentuara të qytetit. Kryeministri I Tajlandës, Anutin Charnvirakul, I cili vizitoi vendngjarjen me një herë pas ngjarjes, tha se bazuar në dëshmitë e të mbijetuarve, flakët u shoqëruan me një sasi të madhe tymi që mbushi lokalin brenda pak minutash. Në përpjekje për të shpëtuar zjarrit, shumë klientë vrapuan drejt pjesës së pasme të lokalit, pranë tualetëve. Por sipas autoriteteve, aty nuk kishte dalje emergjence, çka bëri që 10 persona të mbeteshin të bllokuar.
Ekipet e shpëtimit nxorën nga godita e 27 trupa të pajet, ndërsa të plagosurit u transportuan me urgjencë në spitalet e Bangkokut. Zyrtarët e administratës metropolitane konfirmuan se 10 persona po marrin trajtim mjekësor, disa prej tyre në gjendje të rëndë. Shkaku i zjarrit nuk është përcaktuar ende, ndërsa mediat lokale raportojnë se flakët kanë nisur në pubin Rong Bir Na Lat Frau. Autoritetet kanë nisur një hetim të plot për të zbardhur rrethanat e tragjedisë, e cila konsiderohet një nga zjarret më vdekjeprurëse në një lokal nate në Bangkok në vitet e fundit. Operacionet e kërkim shpëtimit në Venezuelë vijojnë më shumë se 2 javë pas tërmeteve shkatërruese që kanë lënë mbi 4300 viktima. Familjarët dhe vullnetarët po kërkojnë ende të zhdukurit mes rënojave, ndërsa kushtet po bëhen gjithnjë e më të rënda për shkak të nxehtësisë, ndotjes dhe trupave që vazhdojnë të jenë të bllokuar në ndërtesat e shembura. Më shumë se 2 javë pas tërmeteve shkatërrues që goditën Venezuelën, operacionet e kërkimit vazhdojnë pa ndërprerje në shtetin bregdetar të La Guaria. Vullnetar, ekipe shpëtimi dhe familjar të personave të zhdukur po gërmojnë mes rënojave, duke u përballur me pluhur, temperaturat e larta, insekte dhe erën e rëndë që vjen nga trupat ende të pashpëtuar. Sipas autoriteteve venezueliane, numri i viktimave ka arritur në 4333 persona, ndërsa 10 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Banorët thonë se nuk do të largohen nga vendi derisa të gjejnë të afërmit e tyre. Një prej tyre rrëfen se po kontrollojnë çdo cep të ndërtesave të shembura, duke ndjekur erën e rëndë me shpresën për të gjetur trupin e një familjari që vazhdon të figurojë i zhdukur. Ndërkohë, vullnetarët vijojnë kërkimet edhe për fëmijë që besohet se ndodhen ende në rënoja. Një ekip prej rreth 40 personash punon me turne gjatë gjithë ditës dhe natës, duke mbuluar zona të ndryshme të qytetit në përpjekje për të mos lënë asnjë të mbijetuar apo viktimë pa u gjetur. Por, situata po bëhet çdo ditë më kritike. Rënojat e paqëndrueshme, ndotja dhe mungesa e kushteve higjienike po rrisin rrezikun për ekipet e shpëtimit dhe për banorët që vazhdojnë të qëndrojnë pranë ndërtesave të shembura. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se mijërat të mbijetuar rrezikohen tashmë nga shpërthimi i sëmundjeve infektive, mungesa e ujit të pijshëm, kushtet e dobta sanitare dhe ndërprerja e shërbimeve bazë shëndetësore, duke e bërë krizën humanitare në Venezuelë edhe më të rëndë. Temperaturat ekstreme në Itali po rrezikojnë prodhimin e djathit të famshëm Parmigiano Reggiano, një nga produktet më ikonike të vendit. Fermerët dhe prodhuesit po përballen me kosto më të larta, rënje të prodhimit të qumshtit dhe sfida të mëdha për ruajtjen e cilësisë së djathit. Vala e të nxehtit që ka përfshirë Italinë nuk po prek vetëm qytetarët, por edhe një nga simbolet më të njohura të gastronomisë italiane, djathin Parmigiano Reggiano. Në rajonet Reggio Emilia dhe Modena, ruhen mbi 500.000 rrota të këtij djathi me një vlerë që kalon 300 milion euro. Djathi qëndron në magazina të posaçme për të paktën 12 muaj, e shpesh edhe për disa vite, ndërsa arrin cilësinë e kërkuar për të tregtuar. Por temperaturat rekord po e bën gjithnjë e më të vështirë ruajtjen e kushteve ideale. Drejtuesit e magazinave thonë se gjatë ditëve më të nxehta të këtij viti, konsumi i energjisë elektrike është rritur me rreth 30%, pasi sistemet e ftohjes duhet të punojnë pa ndërprerje për të garantuar temperaturën e nevojshme. Problemet nuk dalen vetëm te magazinat. Vapa po godet edhe fermat ku prodhohet qumshti, lënda e parë kryesore për Parmigiano Reggiano. Ekspertët e konsorciumit të këtij djathi shpjegojnë se ndryshimet klimatike ndikojnë jo vetëm në sasinë e qumshtit, por edhe në përbërjen e tij dhe te mikroorganizmat natyralë që japin djathin shihet karakteristike. Për shkak të temperaturave të larta, lopët hanë më pak ushqim dhe prodhojnë deri në 10% më pak qumësht. Për të mbrojtur ato nga vapa, fermerët mbajnë sallat e aerosura, përdorin ventilator me ujë të freskët, ndërsa çdo kafshë konsumon deri në 150 litra ujë në ditë. Edhe pasi djathi vendoset në magazin, çdo rrotë i nënshtrohet kontrollave të rrepta të cilësisë, përfshirë skanime me rreze X dhe inspektime të ekspertëve, të cilët e godasin lehtë me çekiç të vegjël për të zbuluar çdo defekt të mundshëm. Ndërsa prodhimi i Parmigiano Reggiano mbetet një proces ku tradita dhe teknologjia ecin së bashku, valët gjithnjë e më të shpeshta të nxehtit po shihen si një kërcënim serioz për të ardhmen e një prej produkteve më të famshme, Made in Italy. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë pyllin Fontainebleau në jug të Parisit, duke detyruar autoritetet franceze të mbyllin autostradën A6 në të dy drejtimet.
Mbi 100 zjarfikës, helikopter dhe avion zjarfikës janë angazhuar për të frenuar flakët, ndërsa operacioni pritet të zgjasë disa ditë. Një zjarr i madh pyjor ka shkaktuar alarm në jug të Parisit, pasi flakët u përhapën nga autostrada A6 drejt pyllit të njohur Fontainebleau, një nga zonat natyrore më të vizituara në Francë. Zjarri shpërthehu pranë rrugës në zonën Noisy-sur-École, përpara se të përhapej më shpejtësi në pyll, i favorizuar nga temperaturat e larta dhe kushtet e thata. Tymi i dendur uli ndjeshëm shikueshmërinë për drejtuesit e mjeteve, duke detyruar autoritetet të mbyllin autostradën A6 në të dy drejtimet, mes Noisy-sur-École dhe Nemours, për arsye sigurie. Në terren janë angazhuar rreth 100 zjarfikës të mbështetur nga 2 helikopter të rëndë dhe 1 avion për shuarjen e zjarreve. Sipas autoriteteve, flakët janë përhapur me intensitet të lartë dhe deri në mbrëmje kishin djegur rreth 16 hektar pyll. Shërbimi i zjarfikës i departamentit Seine-et-Marne paralajmëron se situata mbetet e vështirë dhe operacioni për neutralizimin e plotë të zjarrit mund të zgjasë disa ditë. Franca, ashtu si shumë vende të tjera evropiane, po përballet këtë verë me temperaturat e larta dhe një rrezik në rritje për zjarre pyjore. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangen çdo veprim që mund të shkaktojë flak, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë betejën për të mbrojtur pyllin Fontainebleau dhe zonat përreth. Rreshtet e dendura të musonit kanë shkaktuar përmbytje katastrofike në Bangladeshin juglindor, duke lënë të paktën 51 viktima dhe mbi 1 milion banor të izoluar. Rreshqitjet e dheut dhe vërshimet e menjëhershme kanë shkatërruar shtëpi e infrastrukturë, ndërsa mijëra familje kanë mbetur pastre. Përmbytje shkatërruese kanë goditur juglindjen e Bangladeshit, ku rreshtet e rrëmbyeshme të musonit, të përforcuara nga një depresion atmosferik në gjirin e Bengalit, kanë marrë jetën e të paktën 51 personave. Sipas Agjencisë Kombëtare për Menaxhimin e Fatkeqësive, më shumë se 1 milion banor kanë mbetur të bllokuar nga ujërat, ndërsa 10 zona vazhdojnë të jenë të izoluara. Shumica e viktimave humbën jetën si pasojë e rrëshqitjeve të dheut në zonat kodrinore, ndërsa të tjerë u përfshin nga përmbytjet e menjëhershme që zbritën me forcë nga lartësitë. Me tërheqjen e pjesshme të ujërave, banorët janë rikthyer në shtëpitë e tyre vetëm për të përballur me një pamje shkatërruese. Mobiljet, pajisjet shtëpiake dhe senet personale janë dëmtuar ose janë marrë nga rrjedha e ujit, ndërsa shumë banesa janë bërë të pabanueshme. Banorët thonë se kanë mbetur pa ushqim, pa ndihmë dhe pa një vend ku të strehohen. Shumë prej tyre janë detyruar të gjejnë strehim të përkohshëm te fqinjet ose në qendrat e emergjencës. Ndërkohë, vullnetarët po punojnë pa ndërprerje për të shpërndarë vakte të ngrohta, ujë dhe ndihma emergjente. Megjithatë, banorët e zonave më të thella malore thonë se ndihmat ende nuk kanë mbërritur dhe se shumë komunitete vazhdojnë të jenë të izoluara. Autoritetet paralajmërojnë se situata mbetet kritike, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë operacionet e shpëtimit dhe të ndihmës humanitare në rajonet më të prekura nga katastrofa natyrore. Djali i një burri belg që humbi jetën në zjarret masive në Spanjë, kundërshton versionin zyrtar se viktimat nuk respektuan urdhrat për të qëndruar në vend të sigurt. Ai thotë se babai i tij dhe banorët e tjerë nuk morën asnjë paralajmërim dhe u përballën me zjarrin pa pasur kohë për t'u larguar. Një debat i fortë ka nisur në Spanjë pas zjarreve vdekjeprurëse që përfshin provincën Almeria, ku humbën jetën të paktën 12 persona. Djali i një prej viktimave, belgut Stanislas Verdonk, kanë hedhur poshtë pretendimet e autoriteteve se babai i tij dhe banorët e tjerë nuk respektuan këshillat zyrtare për të qëndruar në vend. Thomas Wolf Verdonk thotë se babai i tij nuk ishte në dijeni për rrezikun dhe se askush nuk i kishte paralajmëruar për afrimin e zjarrit. Ai tregon se ishte në telefon me Tahatin gjatë momentit tragjik dhe se njerëzit e kuptuan rrezikun vetëm kur pan flakët me sytë e tyre. Sipas tij, kur banorët tentuan të largoheshin me makinë përmes rrugës kryesore, ajo ishte tashmë e bllokuar nga zjarri dhe tymi. Të detyruar nga situata, ata u përpoqin të shpëtonin duke ndjekur një shteg tjetër, por flakët po afroheshin me shpejtësi. Autoritetet lokale kishin deklaruar më herët se banorëve u ishte kërkuar ose të evakuoheshin, ose të qëndronin në ambiente të sigurta në varësi të zonës ku ndodheshin. Kryebashkiaku i Bedar, Angel Collado, tha se kishte këshilluar një grup banorësh të fshatit malor, ku ndodhej edhe Verdonk, që të qëndronin në vend. Por djali i viktimës pretendon se ky udhëzim nuk u dha kurrë. Pamjet pas zjarrit tregojnë mbetit e një automjeti të djegur plotësisht në zonën ku ndodhi tragjedia. Sipas Thomas Wolf Verdonk,
Në momentet e fundit, babai i tij diskutoi mënyrat për t'u mbrojtur, por atëherë ishte tepër vonë. Kanë qenë vetëm pak minuta para se të rrethoheshin nga flakët, tha ai. Ndërkohë, autoritetet rajonale të Andaluzisë nuk kanë dhënë ende një përgjigje për akuzat e familjes së viktimës. Miliona kuban mbeten pa energji elektrike pasi rrjeti kombëtar u shem për herë të dytë brenda një jave. Mungesa e karburantit dhe problemet me sistemin e vjetëruar energjetik po përkeqësojnë krizën në ishull. Kuba është zhytur sërish në errësirë pasi një ndërprerje masive e energjisë elektrike preku të gjithë vendin për herë të dytë brenda një jave. Mbrëmjen e natës, shumë qytetarë në Havana dhe zona të tjera u detyruan të përdornin dritat e telefonave dhe elektrikët për të lëvizur në errësirë. Banorët thonë se ndërprerjet po ndikojnë rënd jetën e përditshme, veçanërisht furnizimit me ushqime. Një qytetare në Havana tha se mungesa e energjisë krijon probleme të mëdha. Pasi, familjet nuk mund të ruajnë ushqimet dhe detyrohen të gatuajnë vetëm për ditën. Rrjeti kombëtar elektrik i Kubës u shem gjatë ditës, duke shënuar herën e 4 këtë vit që vendi përballet me një kolaps të tillë energjetik. Autoritetet kubane fajsojnë mungesat e karburantit dhe vështirësitë në furnizim, ndërsa sistemi i prodhimit të energjisë në ishull është konsideruar prej kohësh i vjetëruar dhe i brisht. Kriza u përkeqësua pasi ndërprerje tjetër mbarkombëtare, vetëm disa ditë më parë. Edhe pse, autoritetet arritën të rikthenin energji në pjesën më të madhe të vendit, disa zona të mëdha, përfshirë Santiago de Cuba, mbeten pa furnizim për shkak të mungesës së karburantit. Për shumë kuban, ndërprerjet e vazhdueshme janë kthyer në një realitet të përditshëm, duke ndikuar ekonominë familjare, ruajtjen e ushqimeve dhe jetën normale të qytetarëve. Ndërkohë, qeveria vijon përpjekjet për rikthimin e plotë të energjisë, por pa një zgjidhje afatgjatë për krizën e karburantit dhe infrastrukturën e vjetër, problemet pritet të vazhdojnë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.